ku familjet ndahen është diçka që është kundra planit të Zotit. Zoti krijoi burr dhe grua dhe na thuhet në Bibël që kur burri dhe gruaja bëhen bashkë bëhen një. Dhe atë që Perëndia thotë ka bërë bashkë, thotë shkrimi, askush mos guxoj ta ndajë. Pra plani i Zotit është që martesa të jetë për gjithmonë. Dhe unë e di që jetojmë në një botë që kemi jo vetëm kaq shumë divorce e ndarje, por fatkeqësisht kemi edhe ato teknikat tona të shpikura si bashkëtesa apo lloj gjërash që për vërtetës janë mëkate dhe e shkatrojnë njeriu, sepse çojnë larg krijimit, larg planit të krijimit, më falni. Kështu që kur një martesë prishet, ta dini që aty po punoni ligu, pra djalli e urren krijimin e Perëndis, e urren planin e Perëndis, dhe duke ndërhyrë tek njerëzit, jo vetëm tek çifti, por edhe njerëzit përreth tyre, këto forcat e errta punojnë që ta shkatrojnë familjen. Sepse djalli do të shkatrojë edhe njeriu si krijesë e Perëndis. Kështu që sidomos dhe familjen, ai ka pikë të dobët në sensin që sepse është plani i përmbushjes së Zotit. Familja gjeneron jetë, gjeneron të tjerë njerëz, fëmijët, krijesat të tjera, popullohet planeti. Kështu që djalli është kundra jetës. Çfarë gjeneron jetë? Është nga Zoti, çfarë gjeneron ndarje, shkatrim, vdekje me radhë është nga djalli. Prandaj edhe vetë Zoti Jezu Krisht thot diku që i ligu thot ka ardhur thot të përçaj, të vjedhë, të vrasi, por unë thot kam ardhur t'ju jap jetën, dhe jetën me bollëk. Ndërkohë jetojmë në një kohë që është punuar kaq shumë të shkatrohet familja, ka zënë sansat më të larta. Propagandohet, domethënë, që familja nuk është një gjë e veçantë, mund të divorcohesh, i martohesh disa herë, bashkëton, të pëlqen, e lësh, bërë si në kompjuter, domethënë. Që çfarë pëlqen e merr, çfarë s'pëlqen ashtu, e përdor e flak, domethënë janë bërë njerëzit tamam objekte, dhe ky është materializmi i kohës pa Zotin. Dhe jo vetëm kaq, po sulmohen dhe gjinit, jemi vetë dëshmitar se si sulmohet gjinia mashkullore, burri, gruaja, dhe kemi sot 72 gjini zyrtarisht në Amerikë. Ka dhe njerëz që identifikohen si mace, pra që janë jo vetëm gay ose lesbike ose transgender, pra njeriu çka nuk shpik dhe nuk i bën njeriu këto dashur. Miq, të dini që kjo nuk është asgjë e re, shkrimi i shenjtë në Bibël flet qartë azi. Janë forcat satanike mbrapa këtyre njerëzve. Këto frymëra të liga që shkatrojnë krijimin,